Jemi këtu bashkë me Ministrin Detyrë të Mbrojtjes Ejup Maqedonësin në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari me rastin e pranimit të mira dronëve Skydagger, të cilët janë dronë kamikaz dhe të cilët është dashur që të vinë në janar të vitit 2026, mirë po erdhën sot me 8 tetor 2025. Kjo na bën shumë të gëzuar për aftësinë dhe fuqinë e ushtrisë sonë. Përveç se i morëm mira dronë kamikaz, në të njëjtën kohë i kemi edhe 10 ushtarak të Forcës së Sigurisë Kosovës, të cilët tashmë i kanë përfunduar trajnimet për përdorimin e këtyre. Me këtë rast duhet të theksoj që këta janë të njohur edhe si PVP apo të tipit RTF, që do të thotë Ready to Fly Skydagger, dhe janë me mjete shpërthyese të cilët kanë aftësinë që të ndjekin shënjestrën dhe të bëjnë goditjen e objektivave si lëvizës ashtu edhe statik të armikut. Ne jemi duke investuar që ushtria jonë, Forca e Sigurisë Kosovës, të ketë forcë të aftë dhe koherente, si me zhvillimet e reja teknologjike, ashtu edhe me taktikat e luftës bashkëkohore. Pra, dronët kamikaz Skydagger po ngarkohen në kamionët multifunksional 8x8 Rheinmetall. I kemi marrë 15 kamion Rheinmetall, 10 prej tyre i kemi blerë, ndërka që 5 i kemi marrë donacion në vitin 2024. Kjo tregon se gjithnjë më shumë po forcohet ushtria jonë dhe po pajiset me armatim e pajisje moderne. Sot është një ditë e gëzuar për Forcën e Sigurisë Kosovës dhe jashtëzakonshme për mbrojtjen e sovranitetit shtetëror dhe integritetit territorial të Republikës sonë.